nderuar teleshikues, ky ishte emisioni Duaje trupin tënd. Unë ju lë takimi javës tjetër duke ju kujtuar edhe një herë adresën e klinikës sime private, e cila ndodhet në rrugën Babdut Karbunara, kati 3 Majtas. Bashk, mirupafshim. Pritje, Dagu, pritje. Qa bone, mire, si e kalon. Si një gjo, Dagu, jo ma ikim ka qu Taku. Erdhe më në fund. Më tha Taku që më deshe ti mu. Po, të dua unë të desha. Me do, Po. Ta shi me do, apo më deshe, Dagu, se është qik... Jo, të dua akoma, më duesh do me thënë. Edhe të duem dhe më do dhe më deshe, u qa dashnije me Dagu. Mos më shif kështu se jo me robe pune. Mirë, s'ka gjë. Hajde të shiku dhe ikim, ku da lejmë se kena dhe pun tjera. Po te servisi jot pra, ke servis makinash. Po valla, servisi më modern Tiran kom. Dopjo grop, vetëm divonin e kom tek. E ne oshi që ki përlu me graso, po i ullim na i sedilje si i për s'ka problem. Hec! Më nuk ka problem fare, për mua te servisi jot është shumë mirë. Okej, Rregull. vetëm se një gjë. Pa. Për lekët do merremi vesh tani se ta fusni ju gjenerikët. Qa thutimi, Daku? Ala me doktoreshe dhe ti me lek punogemi? Qa bo kjo këtu me ma oki meni në fare, ma për zërë. Më falni pse ju punoni gjë pa lek? Mos qa jeti amator? Nuk kam dërmën të alë makinën lartë e postës, më ka kushtuar 70.000 euro. E fali sekund të shi se mun nga të arrum fijet e kroskotit. Qa? Për makinën e kishe lavine? Po. Po folmi se në drithërove, fare në drithërove. Mua plak. Po për makinën më zotrise, për qa do më duesh tjetër ti mua? Ja, a shu është për qa do të desha. Po thash më s'keni gju lafet mira ne e randashni me mu, gjë këtë qunë, ne gjithë Tirana, me gjithë dhe folë që halli ke për makinën. Makina, po. Makina, duke ecur, u fik. Bëri u fik. Këto për i bone ti, apo makina, se... Më regu. Po makina, më zotri makina. Ma sjaroj qik Daku me përpikmërin matë modhe. Makina para se më u fik boni tër, apo boni fër. Nuk e mbaj mënd, po qa rëndësie ka zotrit njësoj është qa për njësoj Ja, është. ki gabim se po pat bo për, do me thonë është defekt i rënd, po pat bo fër, është akoma më i rënd Daku zbohet modë. Po, si e një generikët ripni të gjithë. Qa thutime? Ripni, po. Po kështu është kjo pun doktor është Daku, se ne kur vim ke ju qa, nuk në të zhvishni e? Me gjithate, unë jam generik profesionist, kom master në elektroauto edhe doktoratur në kolodok Daku, mësë më shqip më kështu ti. Shumë. More veqe jo. Shu. Plus që s'po të them kom edhe 4 vjetë shkollë muzike, sa për dini. Po, mirë ato tjerat, po këtë që deshe? Shkollë muzike, po se diti që motori këno, po s'pate vesh me nju si këno motori, sa kupton defektin. Asi erë, man, la, këmë kupton mu. Apo ja. Që thuti me Daku, Ashtu, Po mirë, ma thuaj tani qa ka makina ime? Makina jote, a me lejo të vijer vërdal ty edhe të kuptoj qa ka makina se këshu e kena neve. Pa hajde, me qënë ka kështu profesioni? Edhe ti më duke se ke qa për mi stop, më duke, hajtë mo. Me gjithate Daku, me gjithate makina jote, me sa për kuptoj, unë këshu me vesh, do më thonë, ka dinamon, ka grupin e timonit, ka në i marmit blokume, ka dhe pompën e ajrit. Sa mund më kushtojnë mua këto? Këto e për ty asi gjomi falas, ke klinika i me vizitën e ke falas Daku. Thjesht pjesët, do shkësht i blesh ke rruga Bab. Dut Karbunara, kati 3 Majtas. Po këto e di mo zotri, qa më thua këto? Po jam i të keqe se s'ke vetëm ti rrug me Bab, kom edhe unë rrug me Bab. Shja vetëm ti ke Babe? Një sekund, lutem shumë se në Tiran vetëm një rrug është me Bab. Dhe ajo është rruga Bab Dut Karbunara. Jami. Papa. A shu thuti, pas si themun. Po baba thaja Martaneshi, që e komu servisin? Mirë, në regull, okej, e lëmë si thua ti, po të lullë më të shpjego qa do bëhet me makinën, sa do paguaj, qa do më duhet bëhet. I sekund tash ti bim lapsit me men, kur i thonë. Bjeri, ha. Ku ti bi? Lapsit pra? A lapsit me menje. Do po makina jote do të shkoj ty 200 euro dinamo,
300 euro Partizani. Po, zotrin, një sekund, që Dinamo Partizani, s'po vë s'kedin? S'kedine, që a thot temi Daku, pa e diti që sot me shku ke Gjeneriku, o moko laj me kapi s'kedin me kampionatin kinez, se sa me gjithë që ka maqina, e kupto dhe apo jo? O punë e vështirë, lejza në qitë bëjmë punë e vetë. Mirë. Partizani i them baterisu, në kupto? Aha. Pra 200 euro them Dinamo, 300 euro Partizani, edhe një 400, bëjnë 400 dhe 200, nese ma shko kjo gjithë me grup timoni, me gjithë sedilje, me hidromasaj, pa. Ka për qku një 700 euro, shko edhe e kjo. Një sekund, si bëni këto logari, qanë këto logari këshu, që më duen mua gjitha ato që thatë ju? Thuti, nuk të duen, pa, në unë këshu menojsha, po ku shkova jërë ke doktor Ridaku, kisha temperatur, e në kur dola prej ane, dola me 3 palë bijome, 4 fustona, i palë perde, e në i kile portokale. Thash që i desha unë këto, kisha temperaturë, me pas se kuptova unë sa i vuna në kokë, më ka ra temperatura 36 e gjysë për jerë. Ishte i laqë me ja, o puza në qishë, nuk e kuptot i këte, e kupto? Po, mirë, për makinën. Për makinën, po, ku t'kallon makina të shi, këte më thujti mu. Në rrugën Babdut, Karbunara ka ti tret majtas. Qa thuti mi Daku, pse mi derin ka tret me makinë hypte? Është klinika ime, zotri. A ke klinika, po, që me... Ti e pas ke zbjellu makinën fare, mi t'keqen. Si hypti, dirim ka... Të mori qik Gjigj Merimongën? Po, në regull. është doktori që i bo skanerat makinës. Në regull, shumë. Alo, Gjigje, po ku jemi Merimong, Rikiliksi ku je? Ke rruga Bab Muslimi, që a thoti me, një gjotë dakon këtu, do ikësh deri ke rruga Baba Dot Karbunara, ke për të mori maqinë, mas ne ke për të pru ke Baba Faja Martaneshi. Një gjotë këtu daku, basa shumë baba kam Tiron me ja, pop. Se mos gatarojnë baba daku. Ashu, hajde, ornoni, kaloni për ke servisi im, edhe aty vrejme edhe timoni. Vetëm se do të flasim edhe njerë për pagesën, se nuk është normal të paguaja.